Knajqësi sot për mu faktikisht jemi sot këtu në shtoj. Fushë e cila do t'i shërbej stërvitje së gjithë fëmijëve të zonës. Është shembulli më i mirë i bashkëpunimit të Federatës Shqiptare të Futbollit me një akademi private. Pra ato që mund t'i krijojmë neve këtyre fëmijëve që t'i bashkohen sa më shumë sportit ton, është infrastruktura, trajnerët, të cilët ne i kemi goxhat kualifikuar. Ne jemi pothuajse vetëm një federatë në botë që financojmë të gjithë veshjet sportive, cilët i kanë dhe fëmijët sot, apo dhe topat e futbollit, kështu që fëmijët dëshirën, ne këto tjerat dhe futbollit shkojmë përpara. Besoj që ne ta fillojmë edhe projektin me bashkimin që kemi nisur për kompleksin Zmijani, për ta shndërruar në një kompleks vërtet bashkohor dhe me gjithë kushtet, ku edhe atje do ketë një fushë natyrale dhe një artificiale. Unë mendoj që jemi në rrugën e parë, do duhet bashkëpunim me gjithë, me biznesin privat, me bashki, me shoqatën që t'i krijojmë kushte sa më të mira në shkollë. Nëse nuk kemi të paktën një fushë për stërvitje, kemi pa mundur për të luajtur shkollën, që e cila na ka dështuar në ndeshjet e Euro 2025 për U17, sepse shkolla nuk kishte një fushë që plotëson kriteret. Me barë natyral, zhvillimi i kampionatit evropian nuk duhet ta përjashtoj shkollën nga ana. Realisht kjo fushë është fal investimit të GIM-it edhe të mbështetjes Federatës Shqiptare të Futbollit, sepse është investim që nuk bëhet thjesht për biznesin, por është investim për komunitetin.